Jemi sërish bashkë për temën e radhës dhe një lajm i fundi që u nis në mëngjes është që një mjek e shtatzën sulmohet nga qend e Ndacak në burin e QKK-s dhe po trajtohet në spital pasi ka marrë lëndime. Në fakt, to gjithmonë lexohen si lajme që janë të trishta për shkak të rrezikut nga qend e Ndacak, po se si realisht qëndron gjendja në terren dhe prej ku po rrjedh kjo problematikë që nuk mund të zgjidhet me vite. Do ta diskutojmë në studio bashkë me mua Sadri Sopi, themeluesi i organizatës Animals Kosova. Bashkë me të është edhe Suzi. Welcome, Suzi. Thank you. Suzi do të fletë në gjuhën e saj, pra vi nga Holanda, janë një organizatë të cilët kujdesen shumë për situatën me qend e Ndacak në Kosovë, për me kafshët në përgjithësi, kështu që ne pyetje do t'i bëjmë në shqip dhe pastaj Sadriu do të përkthej. Sadri, sot kemi edhe në rolin e përkthyesit. Me plotësi. Pra, do të fillojmë me këtë lajm të fundit. Në Kosovë, sa herë që shohim raste të tilla, pra gjithmonë është ai frustrimi me qend e Ndacak, po si është realiteti dhe pse ndodhin këto? Ja, për fat të keq që këtë kemi ceks disa herë në Kosovë, shteti vetëm ku nuk dënohet, domethënë shkaktari problemit, po viktima, edhe pas këtij sulmit, këtij qendi, domethënë pa gruas, domethënë këtu do të kanë shkas të zhdukin qet, kurse problemi i qendve është këtu vetë zoti Përparim Rama, që mbrëm reklamoi prej Bratislavës, kurse ato para më mirë të ishin përdorur për sterilizimin e qenve, por edhe për ushqimin e qenve. Kemi ceks disa herë qent janë agresiv kur nuk ushqehen, kur nuk sterilizohen, po dhe kur terrorizohen. Se po terrorizohen, për shembull, pra ndaj tyre ushtrohet dhunë, edhe i ndajnë prej klyshit, për shembull, edhe qytetarët pa përgjegjshëm, qenin që kanë mësuar me vite të tëra të jetë agresiv, që të mbrojë prej fqinjve e tjerëve, tani po hyllin në rrugë. E normal që ai qen edhe është agresiv, do të lejë, edhe ato e bën këtë agresivitetin, edhe për fat keq bin deri te këto raste, sikur këtë që e përshkruat ju. Ndërsa t'ja bëjmë këtë pyetje edhe Suzi, që të marrim një mendim për këto sulmet edhe gjendjen e qenve Ndacak në Kosovë. Ja. Zij vraagt nu heb ik gehoord over die aanval van die hond. Kun je iets uitleggen waarom is een hond agressief en waarom komt het tot zoiets en wat moet er gebeuren zodat dit niet gebeurt? De honden in Kosovo die op straat leven worden niet agressief geboren. Ja. Die worden agressief doordat ze zo benaderd worden door mensen, doordat ze honger hebben, doordat ze achterna gezeten worden, opgejaagd, mishandeld, verwaarloosd. Ja. Dus de enige veroorzaker is de mens. De hond is nooit de schuldige. Kjo cek që qentë nuk janë lind agresiv, po agresivitetin domethënë e përfitojnë pas trajtimit të njerëzve, nga uria, nga hodhja në rrugë, nga zhvendosja tyre, se një qenë për shembull disa komuna për shembull qenë e komunës vet i largojnë i çojnë në komunë tjetër, atje vinë domethënë kontakt edhe në territorin të tjerëve qenë, normal që ata janë territorial dhe bëhen agresiv, edhe kjo vjen të kjo situata e përndryshe nuk janë se qenë na për ditë po shohim edhe tani po shohim qenë nga natyra nuk janë agresiv, shkaktari domethënë problemi numër 1 është këtu njeriu e jo qeni. Ka, se nuk dinë si ti qasën, ndoshta nuk kanë shumë atë eksperiencë që sillen mirë me kafshët për shkak të mentalitetit. Pra një pyetje që kam për Suzin, ju jeni shqiptara, ju e dini se si ka funksionuar gjithmonë tek shqiptarët kjo çështja me qend e Ndacak, por si e shet dikush nga ndërkombëtarët me sytë e tyre si shihet Kosova me situatën me qend e Ndacak, kur ka kuptuar Suzi për herë të parë se si është situata këtu, cili ka qenë reagimi i saj? Ja. Zij vraagt, jij bent anders gewend in jouw land, hoe met honden wordt omgegaan. Hoe was jouw indruk en gewoon je mening toen je voor het eerst hier kwam over de situatie van honden en hoe omgaan met de honden? Wat was het? Het verschilt per plek in Kosovo. De ene plek is prettiger dan de andere plek. Maar ik ben wel geschokt. Vooral de omstandigheden op een plek als Pea. Ja. Dat is echt de hel. Ja. En dat is echt zo ver van hoe wij in Nederland leven. Met honden, dat kan ik kan dat niet begrijpen. Po të situata ka në Kosovë dallon një vendi për vendi tjetër, pasi dihet që edhe shumë komuna tash pothuajse kanë qenë se i kanë largu,
Ato qenë i gjejmë në horrorin e qenëve të mbiturinori janë pej, aty dje kanë qenë këta, është e pa imagjinueshme situata qenëve si jetojnë aty në ato gjendje, edhe kisha bo një lutje edhe mediave të bëjnë presion zyrtarëve, po dhe disa shoqatave që quajnë vetë dashamirë të kafshëve që të shkojnë atje të vizitojnë, se ata nuk shkojnë atje kur. Na çdo herë kur vim shkojmë aty. Aty është vërtet të merr, edhe ajo është një pamje që nuk i përket këtij viti, është perëndimi i kësaj. Maar respect kost niets. Het kost geen geld, niks. Je hoeft ze niet te slaan, te schoppen, weg te jagen. Je hoeft ook gewoon niks te doen. Je kan ook gewoon respect hebben voor dieren. Ja. Dat moet al genoeg zijn om verandering te krijgen hier in het land. Respekti ndaj kafshëve po thotë nuk kushton asgjë. Domethënë mos e ushqem, mos e streho, po mos e maltreto. Edhe çaj është problemi për shembull që e ka pru situatën e kafshëve këtu, domethënë maltretimi, keq trajtimi, edhe zhvendosje nga një territor tjetër, se aty po ndodh ky agresiviteti edhe po ndalin ata prej normës normale që një qenë për shembull nëse është i ushqyer ai ton ditën flan, s'ke pengesa aty, po kur është i uritur ai ka me lëviz me kilometra deri gjon ushqim, edhe mandej normal edhe takon dikan që ka ushqim ose ta hangër buk, ai normal që është i uritur. Ta pyesim mësuesin cila ka qenë pamja më e tmerrshme që ka pa në Kosovë nga kjo qendje me qend e ndacak. Diçka që i ka mbet mendje dhe ka fol mandej edhe kur i kthy në Holland dhe është mundu me bo zgjidhje. Van alle situaties in Kosovo wat je hebt meegemaakt, wat was het ergste wat bij jou gewoon een schok heeft veroorzaakt, dat je altijd aan denkt en heel vaker in Nederland hebt over gesproken? Ik denk het feit dat er op PEA in de afvalberg moeders met pups leven en dat er heel vaak brand is en dat die pups levend verbranden omdat ze er niet uitkomen. Po thotë të merri më të madh sipas meje është kjo mbetërinori janë pej, pasi që ka qenushe me klysh të vegjël, edhe aty shkaktohen zjarre qëllimshme për muasi, edhe aty domethënë klysh që s'mujnë me hik, se posa lindur janë, aty digjen gjatë, që to po thotë kemi pa me si të vet, e këto i ban dikush me qëllim, këto po thotë nuk mujnë me harru, edhe këta e ka ceks disa, nuk e tha vet, po e ka thonë disa cili domethënë njeri ose që quhen vetë njeri mundet me bo ata me tu e di që është ka i djeg klysht. En de beelden van het asiel van Pristina zullen altijd op mijn netvlies blijven staan. De filmpjes die ik daarvan heb gezien. Van de Nee, het asiel in Pristina van Preperin Rama. Ja. Edhe po thot pamjet që kemi pa disa video nënqizimet të streamores të komunës Prishtinës të zotit Preperin Rama, po thot edhe ato më ka tmerru, edhe ato më ka lënë përshtypje shumë negative që nuk do t'i harroj shpejt. Po, sa të rritë ndarimi pak të kjo bashkëpunime me institucionet, pra organizata ANIKOS po mundohet që nga Holanda të bëjë zgjedhje për Kosovën. Ju keni dërguar letra edhe në qeveri, por edhe gjitha komunave që të bashkëpunojnë. Po. Cila ka qenë përgjigja e tyre, pse ata refuzojnë që të bashkëpunojnë me juve? Po, ndëgjoko, ata nuk po na refuzojnë, po nuk reagojnë fare, heq. Pse se shoqata jonë vepron në mënyrë krejt ndryshe, transparente, do me thonë ne e cekim çdo euro që harxhohet, e cekim çka kemi bë, e ata nuk po dojnë në atë mënyrë, pse se ata kanë qëllimin mi zhduk fondet, edhe mos me bë kur gjë heq. E me atë në atë mënyrë s'mujnë me bashkëpunu me neve. Edhe aty i hikin përgjegjësisë, edhe na lën punën neve. Tani ne po i sterilizojmë qete. Disa komuneve ata nuk reagojnë fare. Asnjë ndihmës nuk merrni ju nga komunat. Përveç komunës së Shtimës, asnjë komunë nuk ka reaguar. E tani jemi të sterilizuar edhe qete Pejës, edhe të Prishtinës, edhe të Mitrovicës, edhe për çata më ka ardhur vërse për të gëlltitur. Mbrëm, kur e pashun e kryetarin e Mitrovicës, Faton Peci, edhe kryetarin e Prishtinës, në Bratislav të e këshyrë futbolin aty për shembull, se ti vendit nuk ja vlen më bo nesër kampion botëror, ai do të harrohet shumë shpejt.
po tani jemi kampion vrasjen edhe ka trajtimin e qenve që janë ka ndodhin këtu, qëllimisht edhe të aranjuara nga vetë komunat të. E kjo nuk do ka mu harru me shekuj, se ende flitet për vrasjen e qenve që ka ndodhur e që kanë organizuar autoritetet në Turqi. Ende flitet mas 30-40 vite, kurse ne nuk e dim asnjëri kush ka qenë para 4 vite kampion botëror në futboll. Ato harrohen. E këto pamje kanë me na kushtu neve, këto situata kanë me na kushtu shumë neve. Dua di edhe mendimin e Suzit sa i përket kësaj, mos bashkëpunimet me institucionet dhe mos reagimi i tyre. Çfarë mendimi ka? Ja. Hoe kijk je naar dat niet reageren van de gemeentes, dat ze niet willen samenwerken en wat is jouw mening? Het is onprofessioneel. Ze zouden ons serieuzer moeten nemen dan ze nu doen. Want we hebben inmiddels zoveel bereikt al. Ja. En we gaan nog veel meer bereiken. Ze kunnen niet meer om ons heen. Dat kan niet. Po të sjellja është jo profesionale, ne kemi dëshmu, edhe kemi vepru shumë, edhe kemi arrit shumë, edhe kena me arrit edhe shumë, po pse ata arrin anër që nuk e bashkangjiten, kurse ne po ja krym punën e tyre është, unë e them, një arrogancë e çmendur, sa ata mendojnë që nuk ja vlen më marr. Duhesh më marr so problemi që kish ka këtu, se qent nuk ka pas kaq sens sa ka sa. Domethënë, këtë problem e kemi shkaktuar na vetë. Ky problem sa ti është lehtë i zgjidhshëm, mund të themi me një bashkëpunim, me ndihmësin aktivistëve, me ndihmësin organizatave, kjo mund zgjidhet, sterilizim, kastrim, strehim, a? Është një problem shumë i vogël, se ju e dini, Holanda ka 2 milion qenë, e nuk është shumë më e madhe se Kosova, kurse ata mund me zgjidhet problemin 2 milion qenë me menaxhu, edhe këto mund me menaxhu 35.000 qenë, po kërkohet janë disa rregulla për me zgjedh problemin. Numër 1 dhe vetëm numër 1 është sterilizim, intensiv tër vitin mos më ndal hiç. Se nëse sterilizohet gjithë qenë, domethënë qenë të rrugës nuk jetojnë më shumë se 4-5 vite. Domethënë ata zhduken vetvetiu. Madje është ushqimi, se duhet më ushqy, se nëse ushqehen ata që aty flanë të ditën, domethënë nuk lëviz, por është edhe një pikë esencë sociale, domethënë me çështjen e qenëve të mirën, dashamirët që i duan kafshët, se tani çështjen e qenëve e trajtojnë ose mirën me ata që si duan kafshët, ata duan vetëm paranë. Në Holland çështjen e qenëve e trajtojnë, domethënë mirën dashamirët që i duan kafshët, kurse autoritetet komunat ju japin për shembull paranë, ju japin domethënë objektin ku me streu, vetëm i thonë çka ju duhet juve me kry punën. Kurse është këtu e kundërta, zyrtarët mirën me qenë, edhe vend se mund ndihmu vullnetarët, ata dhe i njollosin, edhe ju shkojnë vendet punës, për shembull zyrtarët, mi pengu pse pi është qenë po na shkakton problem. Domethënë me ushqy një qenë që vetë prej personave po bëhet, pra se imagjinoje me ushqy një qenë është këto kundërvajtje kanë marrë njerëzit dënime, kurse ata zyrtarë që organizojnë, bëjnë vrasje, edhe helmimin e qenëve, ata janë të lirë, edhe i sheh për shembull në Bratislava, nesër në Parisë, e mas nesër në Amerikë nëse kvalifikohemi. Domethënë që kjo është situata. E këta mendojnë se kërkush nuk po e din, po krejt bota ka din. Çdo forum ose kongres për kafshët në Evropë flitet për parim Ramën e quhen kryetari i vrasjeve të qenëve. Prishtinën e quhen kryeqyteti i vrasjeve të qenëve të Kosovës. Kështu është siç shihet kryetari në këto forume që i keni për të drejtat e kafshëve jashtë? Kongreset për kafshët qenë, se aty marrin pjesë shumë shtete, dhe ne kemi thonë disa herë, e as bashkë t'i vizitojmë, ne i vizitojmë, si flitet aty për ne, për qasjen tonë, shqiptarëve, kosovarëve, ndaj kafshëve. Kjo do të di edhe populli, se edhe populli e pagun dëmin, se për shembull mos heqja masave, mos pranimin në Bashkinë Evropiane, domethënë këta popullit i kushton, se këta zyrtarët këta e sigurojnë veten, këta bën milionera, këta s'kan gale, po ku do të mbetet populli? Andaj edhe i lusë popullin, ki pa kujdes kanë po e voton. Mos u mashtro me 50 euro, se 50 euro me llogarinë e parë dytë të fakturës së rrymës veç ti kanë nxjerr. Mos e shit votën, po voto kush ta siguron ardhmërinë, kush e bën një situatë ndryshe, edhe ashtu. Sadri, një pyetje tjetër që dua ta bëj për Suzin është që në Kosovë ajo që dihet tashmë është që organizohen shumë luftra duke i përdorur qenë. Janë pamje të mëshme që shpërndahen në rrjetet sociale. Nuk e di Suzi si ka po këto? Besoj që ju i keni nda këto informacione dhe çfarë mendimi ka? Ja. In Kosovo gebeuren veel hondengevechten waar echt gruwel beelden zie je. Die heb je zelf ook gezien, hoop ik. Wat is jouw mening daarover?
Ja, het is walgelijk. En Maybe you can say it in English also. I want people to understand yeah, okay, it's what you... repulsive. I want everyone to know what you think feel about sick this. when I see these images, and like I say every time, a dog has an intelligence level of a child of 4 or 5 years old. Why put a dog through such misery when you treat your child as a king or a queen? Let's stop there. Pra, Suzi po thotë që një qen e ka inteligjencën e një fëmijë 4 vjeçar dhe vepron ashtu si ti e shtin me vepru dhe thotë nëse fëmin tënd e trajton mirë, pse ja bën këtë një qeni edhe ta përdorësh për luftra dhe për gjëra të këqija? Po. Yeah. It's insane. I just cannot wrap my head around it. And I think it's really sad that a country treats its animals this way and doesn't put the people who do these fights, who organize these fights, are just put to judge in court, etc. But there's no priority. Thotë që në një farë forme nuk mund ta pranoj këtë që ka pa dhe nuk mund ta vës në kokë se si ndodh kjo në Kosovë dhe thotë që problemi më i madh është se çfarë ndodh pas, pse ata persona kur arrestohen nuk merret një vendim për ta, nuk bëhet diçka, po prap lirohen edhe vazhdojnë me këto të themi organizime të tilla që janë të tmerrshme. But this is seen by everyone in the world and in Europe and in Holland. Do you think that people who are seeing this are willing to come over to be a tourist in Kosovo, knowing that animals are treated this way? Never. Thotë që kjo mund ndikojë edhe në turizmin e Kosovës, sepse thotë që edhe në Holand, por edhe gjithkohë në botë kanë pa këto pamje dhe janë të vërtet tmerrshme që ndoshta i bën që njerëz të hezitojnë që të vinë ta vizitojnë Kosovën duke pas parasysh që ka njerëz të tillë që bëjnë vepra të tilla, Jo. Nëse më lejoni, është një dukuri tjetër që është ka shfaqet kohën e fundit, tash të quajtur Oda veterinarëve të Kosovës, edhe përfaqësuesi i saj ka bën presion te disa veterinarë që bashkëpunojnë me ne, edhe bëjnë sterilizime që mos me bashkëpunu, madje edhe shantazhe që ata t'japin deklarata që ne jemi një organizatë kriminale që po bëjnë gjërat kundërligjshme se qaja mu si kosovar më ka bërë shumë nervoze, asi se na ju e dini fort mirë sa ndihma kemi pru, sa para kemi pru, sa sterilizimi kemi bën, e që ato ju kisha lut autoriteteve dhe popullit që to sikur na mi dënu, as i kriminal duhet më javë nalë hovin, se ata mendojnë vetëm në pasurime personale, nuk mendojnë për dëmin që shkaktohet popullit. Edhe kjo është shumë nervoze, do t'ja lënë fjalën kësaj, le të jap edhe kjo mendimin lidhje me këtë se këto janë gjëra që në vend se me marr një kompliment një shtet ose një organizatë që vjen nga jashtë me javë zgjidh problemin, tash na po kemi të lashe, edhe po na qitën domethënë edhe referenca negative. I kept it over the taken very over second. Çka mendoni se duhet bëhet sa më shpejt në Kosovë që zgjidhet ky problem? Wat denk je dat iets moet gebeuren in Kosovo zodat dit probleem zo snel mogelijk is opgelost? The government should. Do you want me to tell it in English, or the government must decide to treat this as a priority, because it's also about safety, about the way Kosovo looks on the outside, etc. And also, we can't even choose our president. We are in that situation. I understand. I understand. Kosovo is in a bad situation. Po them që Kosova është në një situatë shumë keqe sepse ne s'po mund ta zgjedhim as presidentin dhe po shihet që gjitha proceset janë lënë në gjysmë. But a country is as strong and as good as it treats its animals, you know? So we need to sit around the table with the government, maybe with Mr. Kurti, I wish, and then talk about how to address this problem together, you know, with all the parties involved, and make a plan together and act like it without competing or without undermining each other's projects, which is happening now. Pra Suzi po thotë që shpreson shumë që të ketë një takim me kryeministrin Albin Kurtin dhe me gjithë aktorët tjerë që kanë dëshirë që të bëhen bashkë, themi kështu pa konkurrencë me njëri tjetrin, të bëhen gjithë bashkë dhe zgjidhet problemi që janë vendasak në Kosovë. Kjo është ajo që është dëshira më e madhe e kësaj organizate. Këto çaste që po flasim po vijnë pamje nga grupi jon. Këto janë pamje që i shohim çdo ditë. Pra janë qenë vendasak
që ndoshta shkelen nga vetura, ndoshta torturohen nga dikush, janë edhe vrasjet, helmime që bëhen. Pra këto janë pamje që ne sot po i shfaqim këtë ekran, por i shohim edhe çdo ditë Sadri. Rrugës duke shkuar në shtëpi, kur dalim, janë gjithmonë këto pamje. Po këto pamje na prej aeroportit deri në Prizren kemi pa 900 aksidentum edhe 3 mase. Domethënë ato janë të përditshme, po është edhe një gjë edhe më të mërshme se shumica e zyrtarëve të komunave zgjedhjen e problemit që janë shohin vetëm përmes vrasjeve dhe helmimeve, e ata duhet me ditë se nuk vritet problemi, po problemi duhet zgjedhur. Zgjedhjen ja kemi ofruar falas, ju kemi ofruar që do t'ju bëjmë ekspert Holandës gjitha aspektet, domethënë çdo lëmi, edhe mi ushtru veterinarët, edhe vullnetarët mi mësu, edhe gjithat i kanë falas. Pse nuk domethënë nuk marrin konsiderat, pse nuk i shfrytëzojnë rastin, se asnjë organizat nuk ka ofruar çka po i ofrojmë na. Po eja të bashkohemi, mos të shohim njëri tjetrin si konkurrent, se ky problem është i madh që ka më kushtuar shumë. Nëse ne të gjithë bashkohemi me vullnetar, me komuna, me qeveri, këtë problem e zgjedhim shumë shpejt, edhe vetëm ka me pas dobi shteti. Kurse tani vetëm tu e pa përfitimin personale, vetë pasurimi me qenë, domethënë. Kur jemi këto, çka keni parë Sadri? Ne kemi qenë vetë Kosova Live, kemi raportuar për një strejmore, e cila ka marrë 15.000 euro në muaj për qenë, por gjendja në strejmore ka qenë jashtë çdo norme, ka qenë e tmerrshme dhe ajo strejmore pastaj nga uvi është mbyllur pas raportimit tonë. Po ku po shkojnë ato fonde? Ato fonde po dihet se unë për shembull çka kërkon për Parim Rama në Bratislava ose Faton Peci. S'ke çka me lyp, as nuk është antarish i Federatës Futbollit as kur gjë heq. Ti ato para më mirë dedikojnë popull, se rrugët e Prishtinës që ki katastrofë mund të thuj kamën, ose rrugët e Prizrenit ose domethënë investo në kafsh, investo njerëz, se nuk i as spitale as kur gjonë në Kosovë. Edhe pse nuk sterilizohen qetë. Nëse për shembull Prishtina i ka 3.000 qenë, 4.000 qenë, pse ja jep të nderin një veterinari, banë të nder të hapur, do e sterilizojmë 10.000 qenë, e janë gjithë veterinarët, merr një pjesë, dëshmoje, me fotografie, sikur na që po veprojmë. Në atë mënyrë e zgjedhësh problemi. Po tani është vetë pasurimi, se tash për shembull këtu është bë standarde, ti je dikush vetëm nëse ki shtëpinë Marigon. Jo. Ti je dikush me vepër, për shembull në Teres nuk ka shtëpinë Marigon, por çdo këtë botë ja përmend emrin. Për shembull ose një i famshëm ose Einstein këto, domethënë me vepra je i madh. E jo sa banesa ki uzurpuar sa milion llogari, se tek e fundit mas 6-7 vite si cilë dhe vdes, edhe nuk i merr ato me vete, mbeten. Çka mund të themi Sadri edhe për komentuesit? Edhe unë e di që edhe në këtë diskutim që po e bojmë gjithmonë janë disa komente, dilni vrisni qend, mos flisni për qend, pra ky mentaliteti. Çfarë ke për t'ju thënë këtyre komenteve që vijnë vazhdimisht? Ata me një fjalë pëthojnë edhe vetë Miloševićit mirë javë ke bërë shqiptarëve, se edhe ai neve na ka pasi problem këto dhe na ka dashur me na zhduk. Domethënë edhe na zhduk jo, problemi nuk vritet. Problemi duhet... Se kjo është një klasë pak i rëndë, Sadri. Jo, njëjtë është i rëndë, po domethënë problemi, na kemi qenë problem për Miloševićin, për planet e tij, se ai ka dashur me pru njerëz për viseve tjera këtu, edhe me banu neve me na zhduk. Për shembull, domethënë çështë edhe na po dojmë bë me qenë. Problemi nuk vritet, zgjidhë problemi. E zgjidhëm po ja afrojmë na, po duhet bashkëpunim, edhe domethënë edhe gjithë të bashkojmë forcat, edhe asi se edhe unë di që është pak krasim i rëndë, po vetë po ja jep diçka që vrasja që ka zgjidhja. Kur është zgjidhni problem me vrasje? Për asnjë çështje vrasje asnjëherë nuk është zgjidhja. Suzy, maybe a last message, something for the governments and for the people who are watching. Yeah, I don't know if the people at home can see the picture at the screen. I think there's one really big problem in Kosovo, and I think the government should pay attention to that too. I know people in Kosovo are proud of our country, but they don't treat it with pride. They have left their garbage everywhere. The roads, the streets, there's garbage everywhere. Let me just translate it so we can catch what are you saying. Po thotë që Sadri me sa kuptova tha që ndoshta qeveria me shumë është shumë krenare të themi kështu për shtetin ton, por nuk po e trajtojnë me krenari shtetin, duke pas parasysh të jo vetëm
situatën me qendrën Dacak, po edhe situatën me mbeturina, nuk ka një kujdes themi kështu ndaj asaj pamjes parë që shohin turistët në Kosovë. They throw everything on the street, and they need to realize that when there's no garbage, there will not be more stray dogs. Because stray dogs feed the garbage that the people left behind. So when there's less garbage, there will be less stray dogs. Tho që nëse ka më pak mbeturina, atëherë do të ketë edhe më pak qenë Dacak, sepse qenë Dacak ushqehen me mbeturina që njerëzit i lejnë në rrugë. Pra kjo është e përbashkët, është një përgjigje që merret nga qenë Dacak sepse ashtu ushqehen. So people keep this vicious circle alive, and we need to break it. Yes. Sometime. Sadri, diçka për fund? Për fund e kam një lutje për gjithë ata që e quan vetën patriot, e duan Kosovën, e duan popullin, e ja t'i bashkojmë forcat, si cili të jap një kontribut, edhe ai që e ka një rrogë të vogël, mundet me dhënë 1 euro, 5 euro, po edhe bashkëdhetarët tanë që janë jashtë, mund me kontribuin me një 5 euro, 10 euro, ose 20 euro sa duan, t'i sterilizojmë krejt që janë, t'i ndihmojmë edhe ata dashamirët kafshët që për ditë janë ka ndihmojnë kafshët edhe janë bërë të në fytë të ndihmu kafshët, edhe problemin janë të zgjedhë që duhet me zgjedhë zyrtarët. Dhe më thonë, e jatë bashkojmë i zgjedhë të zgjedhim këtë problem, është problem shumë i vogël në krahasim me disa shtete, po duhet vullneti edhe mos të harrojmë që bota është ka shef këtë merrin këtu, mos mendojnë se nuk është shef kërkush. Na po e shohim. Ju treguat shumë mirë se çka diskutohet. Thank you, Suzy, for being here. Thank you for having us. Sadri, shumë faleminderit që ishit dhe ndatë përvojën tuaj në Kosovë me qendrën Dacak. Faleminderit shumë. Faleminderit televizionit të shtatë. Faleminderit.